pse Jakub Hasipi nuk organizon një duel apo një debat të hapur në TV apo me ndonjë sallë, konkretisht me Sadullah Bajramin apo Bekir Halimin dhe të tjerët. Si do janë kushtet e tua të cilat do i vendosni në një debat të tillë? Po hala se di pse duhet të bëj unë debat me Sadullah Bajramin dhe Bekir Halimin. Hala se di pse, kush janë ato? Unë nuk i di kush janë. Kur ti di kush janë, mund të bëj një debat. Unë nuk i di kush janë. Do të më spjegon dikush që jeni të gatshëm. Po, jo, vazhdon me fol. Shiqor, këtu nuk flitet jemi edhe s'jemi të gatshëm. Unë flitet kush janë, çka ka ndodhur që duhet të bëhet debat. Çka ka bërë që duhet të bëhet debat, çka ka ndodhur? Duhet për të bërë debat duhet me ekzistuar një defekt. Duhet me ekzistuar një problem, duhet me ekzistuar një diçka për të pas lepakun në dorë, me të pa dikush me lepak në dorë, duhet të dinë se ti po do me ngjit diçka. Me të pa dikush me një lapse letër, duhet dikush prit pitje se ti do me shkruajt diçka. Me të pas dikush me armë në dorë, duhet të kish po shkoj kanë gjë e ti, pra se me armë në dorë e pa çka ka ndodhur. Kush është ai Sadullah Bajrami? Që unë të bëj një debat me ta. Unë nuk bëj debat me Kingja. Me Kingja s'ka debat me Kingja. Debat duhet të bëhet për një rast shumë me peshë, për një rast që nëse diçka duket se po rrshet një sen, duhet t'i dirësh përpara, edhe ata duhet të dirësh përpara të gjithë së bashku. Nëse diçka po rrshet, duhet të dirësh gjithë së bashku me ngalë më të rrshase. Kush është rrshit? Unë edhe sot e prap po tham, kush është ai Sadullah Bajrami që prap po tham, kush është ai Sadullah Bajrami që unë të bëj një debat? Çka është nevoja? Faktikisht, unë po pyet, çka është nevoja që të bëhet debat? Për çka të thuat me Mulla Jakupin, pse me mua të bëhet një debat, për çfarë arsye? Kur po them kështu nuk jam nervoz, po e shpreh dinjitetin dhe seriozitetin tim, sepse s'ka nevojë. Çfarë debati, për çfarë arsye? Çka më fol? Çka kish më qenë? Bidatat për bidatat, unë kam shpjeguar që 30 vjet jam bidatçi ajo. I kam bërë shpjegimet. Ato janë i kam bërë shpjegimet 30 vjet. Janë majt 9000, më shumë se 9000 ligjërata që kanë treguar se unë a jam për bidat, a jam bidatçi ajo. I më shumë se 9000 ligjërata, a gjë duhet të kthehen. Pra ai njeri që ka hedhë në treg më shumë se 9000 vagona sheqer, ati nuk i thot, a mund me gjetë të ti 1 kile sheqer, të dera. A i të thot ja tregu ku ash, atje i kam nu shleperat. 5000 shlepera ka 20 toni ke atje janë sheqeri. Kështu janë punë të unë. Të unë nuk ka mundësi, pasi që unë të ngas në maraton 30 vjetë të ngas për rrugë, njeni mas 30 vetëve të më thot, a dalmi me ngapa bashk. Ku për dalmi? Për shka me dalmi nga? Unë 30 vjetë kam nga. 30 vjetë rafsh 30 vjetë. Disa gjemë, që ka për ju duket vetja, se ata duhet të ullën të bisedojnë, me Jakub Hasipin e tavolin, ata duhet t'i bajnë punët një herë. Ata duhet të bëjnë 9000 ligjërata, duhet të bëjnë 230 tribuna, duhet të bëjnë, duhet të lexojnë 27 vjet ka 10 orë, 1 minutor në ditë, ata duhet t'i kenë diku një 1500 ligjërata për çdo ligjërat ka 40 orë lexim, ata duhet t'i kenë lexuar një 4 ton libra, 5 mas paku, e pastaj unë të vdes edhe ta nalin gjalin tem në udhë të folë.